Washingtoni dha një goditje të fortë klasës politike shqiptare me rikthimin e ekspertëve ligjor në SPAK dhe organe të tjera në vend. Urdhri i Trump për ndërprerjen e fondeve dhe tërheqja e ekspertëve të OPDAT dhe ICTAP i gëzoi të gjithë, si Majtas ashtu edhe djathtës. Nga Ramat e Meta, Berisha e shumë të tjerë menduan se kaq e pat SPAK, por javën që lam pas, u ngriu buzëqeshja, pasi të njëjtët ekspertë që u larguan u rikthyen. Por kush janë njerëzit që kanë ndihmuar kaq shumë prokurorinë e posaçme dhe organet e tjera të godasin të korruptuarit? Njeriu më i rëndësishëm është David Bachman, këshilltari ligjor i ambasadës së SBA, pjesë e OPDAT. Ai është ndër njerëzit e atashuar pranë SPAK dhe eksperjenca e tij e vyer si prokuror në SBA ka qenë imediate për arritjet e SPAK sot. Madje pak kohë më para i ka folur për SPAK, duke e cilësuar atë si xhevahir që duhet ruajtur me kujdes. Ju a them me siguri se SPAK e kanë zili shumë shtete të tjera që nuk e kanë si strukturë. SPAK duhet ruajtur si xhevahir në Shqipëri. Korrupsioni është kudo. Kam shërbyer në Sri Lanka dhe ju them se si atje si në Amerikë, por edhe këtu në Shqipëri ka korrupsion, por çështja është te niveli, burimet, institucionet e mbikëqyrjes. Në Amerikë për shkak të kësaj frika është shumë më e madhe për të bërë korrupsion, u shpreh ai gjatë një takimi me student. Një emër tjetër është Mary Kate Butterfield, është shefja OPDAT në vendin tonë dhe ka dhënë asistencë jo vetëm në SPAK, por edhe në organet e tjera të drejtësisë, me qëllimin vendosjen e shtetit ligjor dhe luftës ndaj korrupsionit. Edhe ajo është prokurore dhe ka një eksperiencë në drejtësinë amerikane. Përveç OPDAT, rol kyç në SPAK dhe organet të tjera ka ICTAP. ICTAP ka mbështetur Byron Kombëtare të Hetimit, duke organizuar një sër trajnimesh të specializuara për përmirësimin e kapaciteteve hetimore, si dhe ka mbështetur të gjithë strukturën e prokurorisë së posaçme me mjete logjistike, pajisje elektronike, software, sisteme informatike e të tjerë. Ky organ drejtohet nga Richard Daisy, pra me riaktivizimin e fondeve dhe ai rikthehet në krye të detyrës, duke mbështetur SPAK, BKH-n dhe policinë. Personi i katërt është John C. Kastning, drejtori i Byros Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit. INL ka rol kryesor në luftën kundër korrupsionit dhe sundimit të ligjit, dhe padyshim ndihma e Kastning është e vyer. Pra të gjithë janë kthyer në postet e tyre, dhe për sa kohë OPDAT, ICTAP dhe INL janë funksionale, politika duhet të harrojë se mund të zhbëjë reformën dhe të kap SPAK.